Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Paknaci duket se ishin të mëhershme, por publikisht u shpërfaqen vetëm pas rezultatit të zgjedhjeve të 7 qershorit. Rezultati prej 16.69% në këto zgjedhje duket të jetë arsyeja kryesore që kryetari të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikut, po i kërkohet dorëheqja nga 3 degë të po kësaj partie. Gjithçka nisi nga dega e LDK-s në Pej, e cila pas mbledhjes së kryesisë së saj, me shumicë votash kërkoi dorëheqjen e Abdigjikut si akt moral dhe politik, duke e vlerësuar se përgjegjësia për rezultatin duhet të bartet nga udhëheqja. Më pas, kërkesa për dorëheqje erdhi edhe nga dega e LDK-s në Lipjan, e cila vlerësoi se rezultati zgjedhor në nivel vendi nuk mund të atribuohet vetëm strukturave lokale. Thirrjeve për dorëheqje të Abdigjikut si kryetari i LDK-s ju bashkua edhe dega e dytë e LDK-s në Prishtinë, e drejtuar nga Florian Dushi. Dega foli për rrezikun e marginalizimit politik të partisë dhe për nevojën e ndryshimit të lidershipit. Kërkesave të degëve për dorëheqje të publikuara në rrjetin social Facebook ju përgjigj kryetari i partisë, Lumir Abdigjiku, në mënyrën e njëjtë. Sipas tij, kërkesat e degëve të Pejës dhe Lipjanit ishin të koordinuara, teksa ua kërkoi dorëheqje 2 kryetarëve të këtyre komunave, Gazmend Muhaxheri të Pejës e Imre Ahmeti të Lipjanit. Pasi në këto 2 komuna rezultati i zgjedhjeve nuk ishte i kënaqshëm dhe se kishte një sabotim të thellë. I falenderoj për sugjerimet e kërkesat e koordinuara të 2 kryetarëve të degëve të Pejës e Lipjanit, të dhëna nëpërmjet mediave për dorëheqjen time. Do të kishte qenë më korrekte që këto ta bënin ballë për ballë. Fundja kemi bashkëpunuar gjatë, pajtohem që rezultati në këto 2 degë nuk është i kënaqshëm. Në komuna ku kemi qeverisje të dalim të tretët, tregon vetëm dozën e një sabotimi të thellë dhe të një projekti që nuk është i LDK-s. Unë çështjen e dorëheqjes sime e kam trajtuar në kuvendin e 31 janarit, edhe përballë këtyre 2 kryetarëve. Antarësia jonë për mua ka folur qartë, por për performansën e dobët në këto 2 degë, rezultatin më të ulët ndër vite, pres dorëheqjet morale të 2 kryetarëve në fjalë, i pranoj menjëherë. Paknaci për rezultatin pati edhe nga të tjerë e kërkimin e dorëheqjes të Abdigjikut e kërkuan edhe anëtarë tjerë të partisë, teksa të tjerë i dolën në përkrahje e atij. Sekretari i përgjithshëm i LDK-s, Ilir Ferati, njëherë është kryetari i komunës së Istokut, tha se dorëheqja nuk mund të jepet për çejf të Muhaxherit e Ahmetit. Ai në emisionin Politiko në Kanal 10 tha se situata aktuale nuk mund të cilësohet si përçarje brenda partisë, por si shprehje e mendimeve të ndryshme politike. Unë s'mundem me e quajt as plasaritje, për besim ndryshe politik. Vlerë që vazhdon me u kultivu në forma të ndryshme. Ndërkohë s'mundem me e quajt as forma më e mirë e pëlqyeshme. LDK i ka organet e saj. Përgjegjësia në LDK nuk mund të takojë vetëm një personi, por shpërndahet në të gjitha nivelet të strukturës së partisë, duke nisur nga degët dhe kryetarët e komunave. Ferati ka kritikuar publikimin e mospajtimeve të brendshme, duke vlerësuar se veprime të tilla nuk i shërbejnë partisë në kohën kur vendi po përballet me sfida politike. Çka po çuditem është pse kjo ngutje. Kujt po i çohet uji në mulli me këto sjellje.
apo i konvenon LDK-s kjo situatë në gjendjen në të cilën ndodhet Kosova? Jo as pak. Në mbrojtje të Abdigjiku doli edhe nënkrytarja e partisë Doar Sakica Xhelili, e cila bëri thirrje për unitet brenda LDK-s dhe kërkoi që partia të mos përçohet. LDK-ja nuk është prona as kujt, as e kryetarit, as e degëve, as e atyre që në përballjen tonë me pushtetin kritikonin vetëm LDK-n. Lidhja demokratike është shtëpi politike, e në momente të ndjeshme, shtëpia nuk rënohet pse ka nevojë për riparim. Ajo forcohet, po rezultati kërkon reflektim, po reflektimi duhet na bashkoj, jo të na coptoj. Fundja përgjithësi kemi të gjithë njësoj, prandaj të flasim, të përmirësohemi, por ta ruajmë LDK-n, ta ruajmë nga përçarja, ta ruajmë nga kalkulimet e ngushta, ta ruajmë nga tundimi për ta dobësuar në momentin kur ajo duhet të jetë adresë e stabilitetit për Kosovën. Por për gjithë këto zhvillime nuk ka reaguar fare Vjosa Osmani, e cila në këto zgjedhje ishte bartëse e listës së LDK-s. Osmani ka qëndruar totalisht e heshtur për kërkesat e këtyre 3 degëve që Abdigjiku të dorëhiqet. Se kërkesa për dorëheqje është normale dhe se Abdigjiku do të duhej ta bënte, vlerëson ish-deputeti i LDK-s Blerim Grainca. Ai në një intervistë për dokumentarin Expose të Gazeta Blitz ka thënë se janë 2 elemente që e kanë sjellë një situatë të tillë. Unë i konsideroj si thirrje normale, si një debat normal që do duhet të zhvillohej brenda një subjekti politik i cili ka humbur zgjedhjet, por këto 2 kërkesa dhe kërkesa tjera që ju nuk i përmendët e që janë nga Prishtina dhe nga shumë struktura tjera të LDK-s, janë si rezultat i 2 elementeve të brenda lidhjes demokratike të Kosovës, e para keq menaxhimi i LDK-s nga zoti Abdigjiku dhe e dyta rezultati i dobët zgjedhor. Prandaj këto 2 pikat përbashkëta kanë sjellur në një temë e cila tashmë është bërë mjaft aktuale dhe që është dorëheqja e zotit Abdigjiku, që mendoj se do i kontribonte lidhjes demokratike dhe unitetit brendshëm të partisë. Ndërsa analisti politik Visar Ymeri, duke komentuar zhvillimet në LDK, tha se kjo parti duhet i ulë gjakrat dhe të bëjë debat të brendshëm pasi nuk do të ketë fitues në këtë mes. Po kjo është pak a shumë po m'duket një lloj vazhdimësie asaj që ndodhi edhe pas zgjedhjeve të dhjetorit, në të cilën LDK-ja zgjidhi si çështje, si pikpyetje përmes kuvendit, ku dorëheqja e atëhershme e kryetarit Lumir Abdigjiku nuk u pranua nga delegatë kuvendit, nga shumica aty natyrisht. Dhe rrjedhimisht vendosën me vazhdu me këtë leadership. Dhe tash po përsëritet e njëjta gjë me të njëjtin arsyetim. Natyrisht në parim, domethënë është legjitime që secila parti politike, secili antar i partisë politike, pavarësisht pozitës që ka drejt me ngritë zonën dhe me shpreh pak nacin, ka drejt madje edhe me bind antar tjerë që ta zënë në këtë rast me shkaku kryetarin dhe me zgjedhni kryetar tjetër. Nëse kjo do të jetë rezultati për LDK në të ardhmen nuk e di, mirë po mendoj që çfarë duhet LDK-s e partive tjera po ashtu, po veçanërisht LDK-s është që ta bëjë një analizë pak më të thellë dhe të sinqertë për performancën e tyre elektorale gjatë këtyre 3 zgjedhjeve, kanë pas një lëvizshmëri të elektoratit prej shkurtit në dhjetor, pastaj prej dhjetorit në qershor, dhe mendoj që ata duhet të adresojnë këtë çështje pak më me seriozitet. Dhe në kuadër të adresimit të kësaj çështje mund të jetë në fund edhe si pjesë e adresimit edhe reformës që po e kërkojnë antarët e saj, mund të jetë edhe ndryshimi i leadershipit, pra edhe kryetarit të tjerëve. Mirë po si piknisje mu po m'duket që është pak e mangët nëse e tërë performanca elektorale i mveshet një personi, sepse natyrisht që kryetari ka përgjegjësi më të madhe, as diskutohet. Po në anën tjetër edhe pastaj mënyra se si Lumir Abdigjiku i u përgjigj 2 kryetarëve të komunave dhe degëve, goxha të mëdha të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për mendimin tim nuk është e duhur, sepse kjo gjuhë më shumë dërgon drejt thellimit të përçarjeve sa që dërgon drejt unitetit. Dhe mendoj që LDK-ja tash si parti ka nevojë që t'i ulë gjakrat e ta shtoj intensitetin e debatit të brendshëm. Ndërkohë që ata që po bëjnë deri tash spaku që kemi parë në publik është që po përdorin shumë fjalë të rënda për njëri tjetrin, dhe donin zamë shumë pak përmbajtje. Pra nëse njërin anë akuzohen kryetarët e degëve për sabotim, nëse në anë tjetër akuzohet kryetari që qëllimisht ose që prej çfarëdo arsye po e dëmton potencialin elektoral të Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë mendoj që kjo nuk është më diskutim me argumente që ka po shihet nga jashtë, po është më shumë kështu shtyrje për qëllime politike dhe nuk shoh që këtu ka me pas ndonjë fitues pavarësisht cila parti fiton. Kurse analisti Vesel Makolli, duke komentuar zhvillimet në LDK, ka thënë se rikthimi i Vjosa Osmanit në parti ka qenë gabim. Këto unë e kom parashiku pasi që edhe kom pas marrëveshje me ta, pastaj kom një uni
edhe këtu jemi pak, Kosovë është e vogël, na nihmi në farforme mes vetë, thëmë ashtu, edhe ka ekzistuar aty një moskënaqësi, sidomos ai kuvendi i janarit ku njëherë kryetari dha dorëheqje, pastaj i rapi zhmon edhe boni një farë kuvendi ku nxorr. Mirë po të marrësh besimin e vetëm 55% dhe ajo nuk është në rregull, nuk është demokratike më në fund. Edhe ma mërmenja që problemi kryesor pse kështu fitoj prap vetëvendosja që ndronë pikërisht të LDK-ja, se LDK-ja është partia më e vjetër, është partia e njoftën që ma institucionalit të thamë, dijet kryetari saj në cilën ata thirrën, po nuk veprojnë si që ka vepruaj, sa i kur i ka pas një përqindje kaq që ka kurti, ai e ka dhonë kryeministrin, e ka dhonë opozitës, që mos me pas blokad, bile edhe ka pas thonë për të bime që votoni dhe tjetë mos në votoni dhe me njeve. Jo në ato thonjët epike tina, mirë po de facto këta po thirrën rrugohen, po nuk po veprojnë si kur rrugova, asnjës po veprojnë si rrugova. Prandaj kjo është ditën, mendoj që gabimi madh është kyçja e Vjosës, aty ka bërë gabim të madh, ai ka munduar me pështu veten, se liderët, fatkeqësisht e liderët tanë, këtu në Kosovë, në Shqipëni nuk po flas se nuk i kom përcjell, sa duhet, po këtu muj me konstatu që këtu interesi i shtetit nuk mbi të gjitha. Këtu është interesi partijak, pastaj personal, pastaj klaneve të ndryshme, edhe tash duhet me ditë që Kosova është mbi të gjitha. Është mbi gjithë, mos t'i përmeni me emrin lider tanë, edhe mbi kurtën e me të gjithë, andaj duhet me lëshu pe dhe me artë e marrëveshja për mos me pas këtë blokad që kemë që një vetë e gjysë dhe për me humë, se vetëm Kosova humë. Në anën tjetër, analisti Blerim Burjani për ekspozit të Gazeta Blic ka thënë se këto zhvillime i bëjnë dëm LDK-s dhe se kërkesa e 3 degëve për dorëheqje të Abdigjikut nuk është e mençur politikisht, sidomos në këtë kohë kur po diskutohet për formim të institucioneve të vendit. Spari mendoj që është faze e hershme e krizës, sepse nuk ka tensionime më të larta, më të mëdha. Për me qenë validiteti më i madh i kërkesave, do të natyrisht mu deklaru mbi 50% e degëve të një subjekti politik për kërku diçka të jashtëzakonshme ose për të themelu një kuvend, përkatësisht për të kërku një kuvend të jashtëzakonshëm, si rezultat i pakënaqësive që mund vinë nga shumë degë, po jo vetëm nga 2-3 degë, apo të vinë nga disa individ saktum, se deri më tash janë identifikuar disa individ brenda LDK-s që janë të zëshëm, që edhe dini kush janë, s'kam nevojë emrat mi përmend, dhe janë 3 degë, domthonë cilat kërkojnë të zavendësimin e Abdigjikut me dikant tjetër, domthonë me zgjedhjet e një kryetari të ri, pa marrë parasysh cilat janë pasojat për LDK-n, domthonë nuk i kanë këtu parasysh, se po ti kishin pas parasysh, në këtë kohë nuk kishin me nxit këtë temë tillë, pasi që janë koha kur themelohen institucionet e reja demokratike dhe kur është koha koalicione. Po kjo i bë dëm lidhjes demokratike e Kosovës padyshim. Aty ka njerëz dhe të përgjeshëm dhe të papërgjeshëm. Do të përgjeshëm që tentojnë domethënë me kalu një periudhë kohore e caktuar e cila bjen situatë më korrekte dhe me menu pak më korrekt dhe nëse duhet me bën ndryshimin, me bën një kuvend, me mendu pak, sepse pa një raport të gjerë politik që duhet ta bëjë Lidhja Demokratike Kosovës, pa ju prezantuar ai raport politik i çush ka ndodhur zgjedhje, cilës rezultati, pse janë pakënaqësit, nuk mundesh me shku në një kuvend të jashtëzakonshëm. Nuk funksionojnë kështu gjëra që shpomenojnë disa individ të caktuar. Pra, kjo shkon pak gradualisht shkollë. Pra me qenë të kujdesshëm, sidomos e dosh me këtë kujdesshëm këtë fazë kur është koha kur gjithë mendojnë ç'është më i bën institucioni, ta mendojnë ç'është me rrezu një kryetar. Domthonë kjo nuk është shumë e mëshme politikisht, si kërkesë në rregull, është ata kanë pas kërkesa edhe më herët. Ato që ai kanë si telashe të vetat kanë mujtë mi zgjidh shumë më herët. Ta kanë pas probleme kur u kthy Vjosa, pse ardh kjo një heroike që si sene. Pastaj ka pas pakënaqësi që ky s'po mundet me kry punë. Abdigjikut për shkak se s'ka kapacitetet e një lideri, çështu kanë menduar brenda. Po gjitha këto kanë shtyr me ardh deri te këtu. Tash kemi një shpërfaqe të vogël të disa individëve të cilët tentojnë çka me bëni rrotullim të kësaj pune krede me zgjedhje një kryetar të ri. Në gjithë këtë pakënaqësi ndaj Abdigjikut duket se bëhet fjalë edhe për rikthimin e Vjosa Osmanit në LDK. Sipas Graincës nuk ka ndodhur bashkimi i madh i LDK-s siç kishte thënë Abdigjiku dhe se Osmani nuk i solli rezultat të mirë partisë, pavarësisht mbështetjes që mori nga partia.
Jo që nuk ndodhi bashkimi i madh, por për zoti Abdi Xhiku me gjitha veprimet e tij i kontriboi përçarjes në lidhjen demokratike të Kosovës, duke ndjekur dhe larguar nga LDK-ja gjithë ato struktura dhe aktivistë që ishin të lidhur apo ishin trungu i lidhjes demokratike të Kosovës për t'i krijuar hapësirë dhe mundësi vetëm njerëzve të cilët të kaluarën e kanë luftuar fuqimisht lidhjen demokratike të Kosovës, dhe nëse i shihni sot bashkëpunëtorët më të ngushtë të zotit Abdi Xhiku, e që janë humbësit më të mëdhenj në këto zgjedhje, ata kryesisht janë njerëz që kanë sharë, fyer dhe përndjekur lidhjen demokratike të Kosovës dhe i kanë sjellur dëme edhe Kosovës, edhe LDK-s në të kaluar. Po zonja Osmani u soll në këto zgjedhje në lidhjen demokratike të Kosovës nga vetë zoti Abdi Xhiku si një joker për ta shpëtuar zotin Abdi Xhiku, i cili provoi të mshefet mbrapa fustanit të zonjës Osmani dhe për të shpëtuar vetveten. Ai nuk kishte guxim të përballej vetë me parti tjera politike, prandaj e solli zonjën Osmani, e cila në të kaluarën, siç e dini, ka sjellur shumë dëm lidhjes demokratike të Kosovës, dhe kjo as nuk u prit mirë dhe as nuk u manifestua me votë popullore pastaj nga vetë qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe përkundër faktit se u mbështet fuqimisht nga strukturat e LDK-s. Sipas Ymerit, Vjosa Osmani nuk do të duhet të përzijë fare në gjithë këtë çështje të LDK-s, derisa nuk është antare e saj. Po sigurisht që kanë ndiku. Unë mendoj që natyrisht një pjesë e LDK-s nuk kanë qenë të lumtur me kthimin e Vjosa Osmanit, sepse te Vjosa Osmani e shohim personin i cili e ka dëmtuar kaq shumë elektoralisht LDK-n në vitin 2021. Dhe nuk arriti, siç e pa më në të zgjedhje, nuk arriti për shkak me bën një rikthim të asaj vote të LDK-s, të cilën supozohet që e ka dërguar te lëvizjave të vendosje. Mirë, po ky ka qenë vendimi i krerëve të partisë. Çdo pak nacime Vjosa Osmani nuk është qenë shfaq shumë gjatë të zgjedhjeve. Të cilat nëse kanë qenë është dashur më shfaq. Sidoqoftë, pra po them, natyrisht që është e kuptueshme se nëse njerëzit ndihen pak kënaqur, tash Vjosa Osmani, nëse më pyet mua, është dashur më u përzi në këtë muhabet ose jo, unë nëse di Vjosa Osmani nuk është antare e LDK-s. Rrjedhimisht nuk duhet me pas zë në këtë drejtim, se kjo është çështje që duhet ta diskutojnë antarët dhe strukturat e LDK-s. Ne mund ta diskutojmë nga jashtë në kuptimin e analizës, po nuk ka peshë ajo se çfarë themi ne, sepse aty brenda dhe ata brenda e kanë të drejtën e vendimmarrjes për sa i përket kohës që do ta zgjedhë Lidhja Demokratike e Kosovës. Kështu që Vjosa Osmani, siç e shoh unë, nuk ka fare zë në këtë diskutim dhe nuk duhet të kishte zë, sepse nuk është pjesë e strukturave të LDK-s. Ndërsa Burjani ka vlerësuar se LDK duhet të zgjidhë problemet dhe të shpëtojë nga përçarja. A dohet është çështje e Lidhjes Demokratike e Kosovës, a dohet? Ata duhet me vlerësu, a dohet? Për mendimin tem, ata duhet me secilën variant me punu, me gjetë alternativa, cilët e shpëtojnë subjektin politik pa përçarje të brendshme dhe i zgjidhin disa probleme që kanë grumbulluar me disa individëve dhe Këshillit Përgjithshëm të LDK-s që kanë probleme edhe tjera. Pra duhet ata vetë këto me rendit, me zgjidhë si probleme, pra LDK në radhë por do të më morë me qëtë punë, pastaj më morë me kryetarin. Kryetari nuk është i pari cilin që nëse është problemi maj madhë LDK-s kryetari, a i mati o dosh me dhe dërreqe. Që në dim që nuk kam ri me bo ata që kom thonë para 4 vete, këj nuk ka për këtë punë, po që ka me bo që ka zgjedhë kuvendi dhe dojshin mu barazu me mosh me liderët e tjerë, për shumë. I ri Albin Kurtin politik, i ri këtë tjetri Memli Krasniqi, të një filloj një farë trendi, sikur të në aleancë që filloj këtë mënyrë taktike me bo që s'ka lidhje me ato, se sa të shramushin e lista, ata i marrin që të 6%, se s'ka lidhje, nuk ka impact, ndikimi kur farë njeri aty përveç atina. Pra i më hjet dhe tjeket a i këtë për aty, shqyre sa i merë. Pa u hjek aja aty se a i punan dhe ka lobizu, pra trendi që kjo është. Edhe këta e bënë në Ardian Gjinin, pa ma parasysh që sa kur farë figure nacionale, po voli për figure nacionale politike, se të voli për figura lokale, a i mundet me fitu zgjedhjet lokale, po kur në nacionale s'ki së në fitën ti. Kur? Se do të me pas krejt kapacitetet tjera, do të me pas besim matë qytetari në globalitet në Kosovë. Jo me të besu vetëm që aty ku jetën mahalla jote, se komuna është një mahall me krasu me shtetin, të ku garohet në një zonë zgjedhore që është Kosova. Ish deputeti i LDK-s Blerim Grajin sa ka bërë thirrje për unitet të brendshëm të partisë. Unë do të shfrytëzoj rastin që ftoj gjitha strukturat e LDK-s që t'i kontribuojnë unitetit të brendshëm, sepse vetëm një LDK e fortë është një garancë për një Kosovë të fortë dhe stabile, sepse siç po e shihni qytetarët e Kosovës janë lodhur nga zgjedhjet e përditshme, nga një situatë e rëndë ku shumica e qytetarëve të Republikës së Kosovës sot jetojnë në minimumin e ekzistencës dhe një krizë të madhe sociale. Se këto çështje të pakënaqësive është dashur të diskutohen brenda partisë përpara se të bëhen publike, mendon edhe analisti Visar Ymeri.
Sipas tij, në këtë mënyrë siç u shpërfaq, do të thollohet problemi. Për mendimin tem, asë nuk duhet diskutuar që këto gjëra duhet diskutohen në forumet e partisë dhe pastaj në publik natyrisht që ti mund të shprehësh qëndrimet e tua, cili do prej antarëve ka drejt, pra me shpreh qëndrimin se si ajo lidhjen demokratike të Kosovës, mirë po diskutimet duhet brenda forumeve sepse janë forumet ato që marrin vendim për ta në LDK-s. Unë si qytetari i Kosovës nuk kam votë në këtë drejtim, as ju nuk keni. Forumet të antarësia e LDK-s kanë, prandaj duhet me diskutu me ta. Dhe në këtë drejtim, prandaj po them që fakti që po del me një herë publik, kjo po duket sikur një varësynimi që me thellu problemin më shumë se sa me zgjidh problemin. Dhe thellimi i problemit pastaj rezulton me njërin palë si të humbur dhe palën tjetër si fituese. Mirë po Lidhja Demokratike e Kosovës në përgjithësi mendoj që nuk fiton në këtë mënyrë dhe në këtë drejtim si parti, edhe pse mund të fitojnë individët brenda saj, nuk e di atë gjë. Unë mendoj që kryetari i partisë, kryesia e partisë, momenti që përfundojnë zgjedhjet dhe shohin rezultatin e tyre, duhet me mbledh forumet e partisë dhe me diskutu këtë rezultat. Dhe me kërku nga gjithë që me bëni lloj kështu raportimi, këndvështrimi për atë se pse kemi dalë në akëcilën komunë mirë, pse kemi dalë në akëcilën komunë keq. Që ky do të duhet të ishte bazamenti i diskutimit dhe pastaj në bazë të kësaj me ndërtu një lloj kështu mësimi të nxjerrë nga zgjedhjet për me përmirësu në zgjedhjet e ardhshme. Kështu, për mendimin tim, veprohet mirë politikisht. E dyta pastaj, kur flet për emrat përveçëm, jo ky duhet të jetë kryetari, jo ai tjetri duhet të jetë kryetar. Në rregull dhe legjitime, pra po them. Mirë, po kryetari duhet të jetë si një lloj shenju, si një përmbajtje të saktuar politike, jo vetëm si emër i përveçëm. Po cila është përmbajtja politike që sot e sinjalizon ose e shënifikon Lumir Abdigjiku dhe cila do të kishte me qenë ajo tjetra që do të personalizohen nga një kryetar tjetër. Pra, këta që po kundërshtojnë Lumir Abdigjikun, pra po them, kanë të drejtë, mirë po mendoj që ja kanë bërë antarësisë LDK-s. Nëse dojnë edhe publikut, me ju tregu pse Lumir Abdigjiku për shkak të 1, 2, 3, 4 s'bën dhe pse ky tjetër për shkak të 3, 4, 5 bën. Që kjo do duhet të ishte diskutimi për mendimin tim. Por ndryshe po bëhet më shumë sikur diskutim që vjen nga një paknatësi, nga një mospajtim, nga një inat, sesa që është diskutim politik i cili kishte me qenë edhe i drejt edhe domosdoshmërisht i duhur për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kurse Makolli ka thënë se LDK e PDK nuk kanë treguar rezultat të mirë në zgjedhje. Përgjithësi ka qenë, thom kështu, ndoshta edhe e ditme, e parashikume që diçka ngjashme do të ndodhë, nuk do të ketë ndryshimet mëdha, me qenë se u bën ndryshimet, po jo aq të mëdha sa për mos më frikua që do të zgjat kjo blokadë. Unë e kom pa të këto dy partitë opozitare, e kom pa që ato janë një farformë, thojza fajtor për këtë rezultate. Ato nuk kanë pas homogenitet të mbrëmshëm, me u kundërvy partisë që po i fiton zgjedhjet që kjo treta herë, edhe parti me të cilën ata nuk janë normalisht të kënaqur, opozita nuk është e kënaqur, edhe është për çudi qysh ata patën shans me bë qeverinë, se i kishin numrat më shumë se tash është e kundërta, por nuk patën guzim. Si duket këtu po mungon guzimi i formimit të qeverisë, institucioneve, për shkak të obligimeve që janë obligime ndërkombëtare, me marrëveshje ndërkombëtare, që janë të obligueshme me i realizuar. Si duket kjo është mendimi jam është që kjo në rregull, por është edhe tjetra që bloku opozitar të quaj ashtu, ne po i quajmë blok ato 3 partinë dikun puqen me qëllimin e tyre, por nuk janë tamam blok plotëllim e fjalës. Çdo njeri e këshyr interesat e veta, andaj nuk mund me bëni e këto pe shfrytëzon vetvendosja, e cila dul prap fituese mos them absolute, po diçka se në vende demokratike me pas një përqindje mbi 40 është në farformë absolute në vendet perëndimore, sidomos në demokraci të zhvilluar me 30%, 33% e krijon qeverinë. Ndonë se duket se nuk është në ditët e saj më të mira, mbetet që LDK të diskutojë problemet e brendshme dhe t'i zgjidh ato sa më parë.
Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.